Të shtunën, ekipi i Veleçikut do të zhvillojë ndeshjen e radhës në kampionatin e kategorisë së dytë, ku do të përballet me skuadrën e Beslidhjes. Takimi do të luhet në kompleksin sportiv të vëllezërve Duli në orën 13. Ky duel vjen pas humbjes ndaj Naftëtarit, si dhe pas disa problemeve të brendshme në ekip, të cilat sipas informacioneve të marra nga gazetari Bashkim Rameka janë tashmë të zgjidhura, duke rikthyer qetësinë dhe përqendrimin në skuadër. Skuadra Veleçiku ditën e shtunë do të luajë një derbi të fortë, pra luhet derbi Veleçiku Beslidhja. Duhet të informoj, sepse skuadra Veleçikut pavarësisht disa probleme që ka pas dhe humbjeve që ka pësuar nga shumë probleme të ndryshme, ka pas dëmtime fizike, por edhe ndoshta edhe financiare, të cilat sipas drejtorit sportiv Nurexa janë zgjidhur, pra gjitha pagat janë paguar sipas kontratave. Edhe skuadra e Veleçikut ditën e shtunë në orën 13 ndaj Beslidhjes do të luajë një lojë luftarake për të marrë piket e plota. Aktualisht Veleçiku renditet në vendin e 9 të tabelës me një bilanc për një fitoreje, një barazimi dhe 3 humbjesh në 5 ndeshjet e para të sezonit. Skuadra nga Kopliku kërkon me çdo kusht një rezultat pozitiv në këtë përballje, për të lënë pas periudhën e vështirë dhe për të nisur një ecurim më të qëndrueshme në kampionat.